Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta qytetare kundër qeverisë vijon prej 76 ditësh në Tiranë me kërkesat për ndryshim politik, transparencë dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Në protestat e paralajmëruara për 14, 15 dhe 16 gushtin, pritet edhe pjesëmarrja e diasporës, ndërsa organizatorët deklarojnë se qendresa do të vijojë. Prej 76 ditësh protesta qytetare vijon në Tiranë, ndërsa lëvizjes tashmë është bashkuar edhe diaspora. Revolucioni i flamingove ka vijuar me tubime dhe marshime, ndërsa protestuesit kërkojnë ndryshim politik, më shumë transparencë dhe largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra. Kundërshtimet lidhen me akuzat për korrupsion, rritjen e kostos së jetesës dhe mungesën e transparencës në vendimarrje. Në ditën e 76, pjesëmarrja ka qenë masive, ndërsa për datat 15 dhe 16 gusht janë paralajmëruar tubime të tjera në Tiranë. Pjesë e protestave ishte edhe diaspora shqiptare, e cila ka mbërritur në kryeqytet për t'u bashkuar protestuesve. Organizatorët deklarojnë se protestat do të vijojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Kreu i Bashkisë Helenisë Ertil Bellaj kundërshton propozimin për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Vlorën. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, këshilltarët të majtë të djathtë dhe kryepleqtë e fshatrave votuan unanimisht kundër ndryshimit. Kundërshtimin ndaj hartës së re territoriale është shprehur edhe në Selenicë, ku këshilltarët bashkiak të majtë të djathtë janë pozicionuar kundër bashkimit me Vlorën. Kryebashkiaku Ertil Bellaj tha se propozimin për shkrirjen e Bashkisë Helenice mësoi vetëm pas publikimit të draftit në media. Bellaj e cilsoi të padrejtë zhbërjen e bashkisë që drejton, duke argumentuar se Selenica nuk përpëmbar për buxhetin e shtetit dhe rënditet ndër bashkitë me performancë të lartë institucionale. Jo se nuk do Vlora, po Vlora mund të ketë një zhvillim tjetër turistik, një zhvillim tjetër bregdetar. Dhe ne ndaj duhet që të qëndrojmë fort në konceptin e një bashkie rurale, ku dhe vetë qeveria dhe vetë koncepti këtyre bashkive duhet të financohen në profilin bujqësor dhe blegtoral. Ky është qëndrimi im me fakte. Ky nuk është një qëndrim politik. Ky nuk është një qëndrim për karrigën time. Kjo punë nuk bëhet për mua jam apo nuk jam. Unë po flas me fakte të cilat janë pjesë e Bashkisë Selenicë. Dhe në këtë moment që unë u drejtohem juve, drejtohem si një si ju. Ju që më keni besuar, ju që më keni dhënë votën, unë jam i detyruar t'u tregoj me fakte, me prova të gjithë punën. Edhe këshilltarët bashkiak kundërshtuan propozimin, duke argumentuar se bashkimi me Vlorën do të dëmtonte përfaqësimin dhe interesat e banorëve. Ata ngritën edhe çështjen e taksave, duke pyetur se pse banorët e zonave malore të Laborisë duhet të paguajnë të njëjta taksa me banorët e zonave të tjera të Vlorës. Kundër bashkimit u shprehën edhe kryepleqtë e fshatrave të Selenicës, të cilët deklaruan se do të vijojnë protestat kundër shkrirjes së bashkisë. Këshilli Bashkiak i Divjakës ka kundërshtuar propozimin për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Lushnjën. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, këshilltarët miratuan unanimisht ngritjen e një komisioni për dëgjesat publike me banorët. Divjaka i thot jo propozimit për bashkimin me Lushnjën në kuadër të reformës së re administrativo-territoriale. Këshilli Bashkiak zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme ku morën pjesë 20 nga 31 këshilltarët. Këshilltarët e djathtë kërkuan të njihen me korrespondencën e Bashkisë Divjak dhe komisionin që po harton reformën, ndërsa kërkuan edhe sqarime nga kryebashkiaku Josif Gorea për shndrimin e mbajtur në takimin me kryeministrin Edi Rama. Në mënyrë unanime, Këshilli Bashkiak vendosi ngritjen e një komisioni me 7 antar, 4 përfaqësues të bashkisë dhe 3 të Këshillit Bashkiak për zhvillimin e dëgjesave publike me banorët e 5 njësive administrative. Qëndrimi i dal nga këto konsultime do t'i përcillet më pas kuventit në kuadër të procesit të reformës territoriale. Këshilltarët kanë shprehur mbështetje edhe për banorët që prej 14 ditësh protestojnë kundër shkrirjes së Divjakës dhe bashkimin e saj me Lushnjën. Situata e zjarreve në qarkun e Dibrës vijon të jetë problematike me vatra aktive në parkun kombëtar të Lurës, Qafhelmes dhe zonën Fush Bulqis Selisht. Për shkak të terrenit të vështirë dhe përhapjes së flakëve në operacion janë angazhuar edhe 2 avion Air Tractor. Zjarret në qarkun e Dibrës vijojnë të jenë jashtë kontrollit në disa zona pyjore, ndërsa ndërhyrja nga toka po vështirësohet nga terreni i thyer dhe përhapja e shpejtë e flakëve. Vatra më problematike është në Qafhelmes, pranë kufirit me Selishtës dhe Fush Bulqizës, ku zjarri është përhapur në sipërfaqe pyjore.
Flakët vijojnë të jenë aktive edhe në parkun kombëtar të Lurës, ndërsa forcat në terren po punojnë për izolimin e vatrave dhe për andalimin e përhapjes së tyre. Pas disa orësh përballje me zjarret, Ministria e Mbrojtjes ka angazhuar nga ajri 2 avione Air Tractor, të cilët po operojnë në koordinim me forcat toksore. Ndërhyrja ajrore synon të ndihmojnë në kufizimin e përhapjes së flakëve, ndërsa operacionet toksore vijojnë në kushtet e vështira të terrenit. Deri tani vatrat mbeten aktive dhe operacioni për shuarjen dhe izolimin e tyre vijon pa ndërprerje. Moti është përmbysur në jug të vendit duke sjellë rreshti të dendura, breshur dhe stuhi të shoqëruara me vetëtima dhe bubullima. Në Sarandë dhe Delvini janë regjistruar rebeshe të forta shiu, ndërsa rreshtet janë shoqëruar edhe me breshur të përmasave më të mëdha se zakonisht dhe aktivitet të theksuar elektrik. Ndryshimi i motit ka qenë menjëhershëm pas temperaturave të larta të regjistruara gjatë orëve të ditës. Në disa zona rreshtet vijojnë me intensitet të lartë, ndërsa kushtet atmosferike mbeten të paqëndrueshme. SPA ka hapur konkursin për 40 pozicione hetuesish në byron kombëtare të hetimit. Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret arsimore, profesionale dhe të integritetit, ndërsa procesi përfshin disa faza testimi dhe verifikimi. Prokuroria e posaçme ka hapur thirrjen për rekrutimin e 40 hetuesve të rinj në byron kombëtare të hetimit. Sipas njoftimit të SPA, kandidatët duhet të jenë shtetas shqiptar, të kenë arsim të lartë në polici, drejtësi, kontabilitet ose fusha të tjera të lidhura me misionin e BKH-s dhe të kenë të paktën 1 vit përvojë pune në institucionet e zbatimit të ligjit ose në fusha të ngjashme. Kandidatët duhet gjithashtu të plotësojnë kriteret e integritetit, sigurisë, pasurisë dhe figurës. Procesi i përzgjedhjes përfshin gjithashtu testin kognitiv, testin e sjelljes dhe arsyetimit logjik, testimin fizik, testin e zgjeruar me shkrim dhe intervistën e strukturuar. Pjesë e detyrueshme e procesit janë edhe poligrafi, verifikimi i pasurisë, figurës dhe sigurisë, si dhe kontrollet mjekësore dhe psikologjike. Aplikimet do të jenë të hapura deri më 14 shtator 2026 ora 16. Protestat antiqeveritare në Shqipëri kanë tërhequr vëmendjen e mediave të huaja pas më shumë se 2 muajsh demonstrata në Tiranë. Media franceze dhe gjermane kanë përshkruar lëvizjen si një reagim të rinjve ndaj korrupsionit, çështjeve mjedisore dhe pakënaqësisë politike. Protestat antiqeveritare në Shqipëri kanë kaluar kufin dhe po marrin njehon në mediat europiane. Media franceze Radio France dhe gazeta gjermane Die Tagespost kanë publikuar shkrime mbi protestat që vijojnë prej më shumë se 2 muajsh në Tiranë. Sipas Radio France, ajo që nisi si kundërshtim ndaj një projekti ndërtimor në Zvërnecë, shndruar në një lëvizje më të gjerë antiqeveritare mbështetur kryesisht nga të rinjt. Në qendër të protestave janë vendosur akuzat për korrupsion, shqetësimet për mbrojtjen e mjedisit dhe kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një nga simbolet e protestës është flamingoja roze, e cila sipas medias franceze është kthyer në identifikuesin e lëvizjes. Ndërsa Die Tagespost e përshkruan protestën si një lëvizje të gjerë qytetare kundër korrupsionit, të dëmtimit të mjedisit dhe padrejtësive politike. Media gjermane vëren gjithashtu kritikat ndaj Bashkimit Evropian për mungesën e një mbështetje më të fortë ndaj kësaj lëvizjeje, ndërsa paralajmëron se përshkallëzimi i protestave dhe kalimi i drejt dhunës do të dëmtonte shoqërinë civile. Protestat sipas raportimeve vijojnë të jenë paqësorë, ndërsa pakënaqësia dhe presioni ndaj qeverisë mbeten në rritje. Dy operacionet të policisë në Tiranë kanë çuar në pranga 3 persona. Një 20 vjeçar dyshohet se theu masën në arrest në shtëpi dhe kreu 8 vjedhje brenda një jave, ndërsa 2 të rinj të tjerë u arrestuan në flagrancë gjatë një rasti të dyshuar të shitblerjes së 252 gramve kokainë. 3 persona kanë përfunduar në pranga në Tiranë në kuadër të 2 operacioneve të policisë për vjedhje dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Në operacionin e koduar Multipol, policia arrestoi 20 vjeçarin me iniciale OH, i cili dyshohet se ka kryer 8 vjedhje në subjekte të ndryshme gjatë periudhës 5 deri më 13 gusht. Por gjatë verifikimeve rezultoi se njeriu ishte nën masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar më herët për të njëjtën veprimtari kriminale. Ndërkohë në operacionin antidrog Momenti, 2 të rinj 19 dhe 26 vjeç u arrestuan në flagrancë në rrugën Egnatia, teksa dyshohet se po kryenin një shkëmbim droge. Sipas policisë, 19 vjeçari me iniciale DSH dorëzoi 26 vjeçari me iniciale DF një çantë me 211 gram kokainë, ndërsa gjatë kontrollit të banesës së tij u gjendën edhe 41 gram të tjera. Në total u sekuestruan 252 gram kokainë, një automjet tip BMW dhe 3 telefona celular. Materialet për të 3 të arrestuarit janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme.
Vijoj me informacione nga Kosova. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje partive politike të nisin diskutimet konkrete për kandidatin e ardhshëm për president me synim për të shmangur zgjedhjet e reja. Thirrja vjen në një kohë kur kriza për konstituimin e kuvendit vijon dhe partitë mbeten të ndara për zgjidhjen institucionale. Kriza politike në Kosovë vijon ndërsa Albin Kurti kërkon një marrëveshje mes partive për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Kryeministri në detyrë tha se partitë duhet të kalojnë nga diskutimet e përgjithshme të emrat konkret të kandidatëve me qëllim që të shmangë një tjetër proces zgjedhor. Kurti bëri të ditur se u ka kërkuar takim kryetarëve të PDK-s, LDK-s dhe AAK-s për të diskutuar mbi kandidaturën për president. Sipas tij, kreu i ardhshëm i shtetit duhet të jetë një figurë konsensuale dhe me mbështetje sa më të gjerë politike e qytetare. Thirrja vjen një ditë pasi LDK-ja njoftoi tërheqjen nga negociatat me vetvendosjen për ndarjen e posteve institucionale, duke deklaruar se është e gatshme të votojë një kandidat jo partijak për president. Ndërkohë PDK dhe AAK kërkojnë vijimin e seancës konstruktive të kuvendit, ndërsa akuzojnë vetvendosjen se ka shkelur afatet kushtetuese. Nga ana tjetër, LVV-ja këmbgul se duhet të arrihet fillimisht një marrëveshje politike për presidentin. Nëse palët nuk gjen një zgjidhje, Kosova rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje, ndërsa kriza institucionale vijon pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori i Kosovës për datën 15 gusht 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë ditës në disa zona mund të ketë vranësira të pakta deri mesatare, ndërsa mundësia për reshje do të jetë shumë e ulët. Në Prishtinë parashikohet mot kryesisht i kthjellët, ndërsa në Prizren mund të ketë më shumë vranësira. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të ngrohta dhe vranësira të pakta kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi verior dhe jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 16 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 15 deri në 29 gradë. Skënderaj, 16 deri në 31 gradë Celsius. Pej, 15 deri në 30 gradë. Prishtinë, 16 deri në 30 gradë Celsius. Gjakov, 17 deri në 32 gradë. Malishev, 17 deri në 32 gradë Celsius. Gjilan, 16 deri në 30 gradë. Ferizaj, 16 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 15 deri në 29 gradë. Suharek, 17 deri në 32 gradë Celsius. Prizren, 17 deri në 33 gradë Celsius. Territori shqiptar për datën 15 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në disa zona të izoluara mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mo të ngrohtë dhe më të shëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 32 gradë Celsius.
Kukët 16 deri në 28 gradë Celsius. Peshkopi 15 deri në 29 gradë. Tiranë 23 deri në 30 gradë. Durrës 22 deri në 30 gradë Celsius. Kavaj 22 deri në 31 gradë Celsius. Elbasan 20 deri në 31 gradë. Berat 20 deri në 32 gradë Celsius. Korç 14 deri në 27 gradë. Vlorë 23 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër 17 deri në 29 gradë Celsius. Sarand 23 deri në 30 gradë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.